Buxheti I qytetit të Shkupit, I cili parasheh vetëm projekte simbolike për shqiptarët, është diskriminues dhe vjen fal koalicionit BDI-VMRO-DPMNE. I tillë është vlerësimi I këshilltarës së PD-S-s në qytetin e Shkupit, Halime Sejdiu. Sipas saj, këshilltarët e BDI-s në këtë këshill nuk janë koalicionues, por nënshtrues. Heshtja e BDI-s e bën ata. Ata nuk asnjëherë nuk marrin masa, apo nuk ngriten ta kërkojnë gjë. Këto jena në qeveri dhe na këto e kërkojnë, se kjo duhet për neve. Thjesht, koordinatori I grupit të BDI-s I lutem, a ka mundësi një gjë tjetër. Përderisa jenë koalicion, nuk ke nevojë të lutesh. Përderisa jenë në koalicion, do ta kish zërin e fortë të thush, kjo duhet për shqiptarët, unë jam përfaqësuesi I shqiptarëve dhe këtë projekt duhen ta miratoni. Heshtja e BDI-s e bën që ato projekte të mbesen vetëm në letër. Nga BDI nuk pranojnë të komentojnë. Këshilltari shqiptar nga radhat e BDI-s në qytetin e Shkupit, Qemail Musliu, nuk ishte qëndrim në lidhje me akuzat dhe vlerësimet si diskriminues për buxhetin. Ndërkohë, nuk ka dallim në projekt buxhetin e këtij viti. Projektet e parapara të BDI-s mbeten po të njëjtat, si ato në buxhetin e vitit 2014, 2015 dhe tani në vitin 2016. Kujtojmë se në 3 projektet ishte parapar rregullimi I bulevardit Nikolla Karev, përkatësisht rruga e njohur si rruga e plastikave në Shkup. Gjithashtu, kanalizimi në lagjen Serov dhe Gazibab, por asnjëri nga projektet nuk është realizuar. E pashpjegueshme mbetet çështja e përkujdesit dhe merimetimit të përmendoreve dhe fasadave, kur dihet se për të njëjtën çështje fonde I ndahen komunave. Buxheti I qytetit të Shkupit për vitin 2016 është parapar të jetë 6.9 miliard denar, prej të cilave vetëm 170 milion denar janë parapar për projektet shqiptare, ose në përqindje rreth 2.5%.